E pra të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish së bashku me mua Tiron Alilin për të komentuar se çfarë pritet nesër mbrëma në Big Brother VIP Kosova. Ju e dini shumë bukur që Alaudin Hamiti dhe Jonida Vokshi, dy moderatorët të vazhdueshëm të këtij spektaklit, treguan datën se kur do të starton Big Brother VIP Kosova. Data 17 nëntor. Data 17 nëntor në orën 21 do të hapen dyert e një studios gjigande, do me thënë një studio krejtësisht e re, krejt e re, do me thënë nga 0 deri tek 100 është krejt studio e re. Me një pamje të mrekullueshme, me LED wall të mëdhenj, me drita gjigande, do me thënë një studio, le ta themi për alla ëndrash. Ndërsa në anën tjetër, kemi një shtëpi me shumë gjyra, me shumë kthesa, me dhoma të bukura, me dhomë rreth, me një kat lart dhomë gjumi, me banjo të bukur, me një investim që për herë të parë ndodhen në Kosovë. Do me thënë, kjo paralajmëron që vjen një projekt shumë i madh edhe shumë gjigant. Nesër mbrëma në ora 21, por çfarë ndodh që sonte? Nga informacione që un kam arritur të marr, banorët shkojnë që sonte, që ditën e diel në televizionin Klan për t'u akomoduar në hotelin e afërt dhe për të qenë nesër gati në orën 21 për t'u prezantuar në prajmin e madh. Do me thënë nesër gjatë gjithë ditës në ambientet e televizionit Klan do të grimohen, do të kujdesen me fustane, me veshje që janë të përzgjedhura që nga Joni Peçi, Valdrin Sahiti e personazhet më të njohur të veshjeve, të fustaneve, të kostumeve që janë përzgjedhur për djemtë edhe për vajzat. Banorët janë gati, unë në fakt kam disa emra të disa banorëve që do të jenë zyrtar në këtë reality show, por në respekt të kontratës që ato kanë nënshkruar, sepse kontrata është kjo. Ato kanë një kontratë të nënshkruar e cila vazhdon të jetë 5 vjeçare prej në ditën kur banorët futen brenda asaj shtëpie. Dhe në qoftë se ato e fyejnë këtë kontratën të nënshkruar, kjo kontrata paguhet me 20.000 euro dënim kundër drejt tyre. Përfliten që do t'jenë emra si Linda Rey, një transinore e cila do të flet për herë të parë për jetën e saj, për vështirësinë që ka kaluar, për karrierën e saj, për atë se çfarë ajo ka arritur të bëhet në jetë edhe pse është një make-up artiste në në përditshmëri. Përflitet Kushtrim Kelani, një këngëtar i cili është i dashur për publikun, që ka sjell hite, ka sjell këngë të bukura që do të njohim një anë tjetër të tij, një pjesë tjetër të shpirtit të tij. Përflitet një personazhe e cila është shumë personazhe bombastike në rrjetet sociale, Iqballe Huduti. Për herë të parë në një reality show si Big Brother do të kemi fatin të shohim një grua e cila është me shami. Një grua me shami do të jetë pjesë e përditshmërisë në 24/7 në kamera, jeta e saj dhe gjithçka tjetër. Do të thënë, kemi personazhe të ndryshme, përmendet Rita, një këngëtare shumë e dashur për publikun, Rita Balaj dhe shumë banor të tjerë. Ditën e nesërme në shtëpi do të futen në 17 banorët e parë. Ato banorët të cilët do të krijojnë dinamikën, do të krijojnë ndarsinë, do të krijojnë dy polet e kundërta të shtëpisë. Dhoma ku do të banojnë banorët është e ndarë në dy kënde, do me thënë poli i kaltërt dhe poli i verdh, me sa unë kam arritur t'i kuptoj. Ngjyrat të cilat janë përdorur në këtë shtëpi është përdorur ngjyra e gjelbërt, është përdorur ngjyra pink, do me thënë është një shtëpi, le ta themi si shtëpi prrallash, si shtëpi ëndrash, por është një shtëpi që do të tërheq një dashuri të madhe tek banorët, edhe tek shikuesit të cilët do të lidhen me patjetër me këto banor. Më besoni që do të jetë një Big Brother i cili do të fasionojë të gjithë shqiptarët, sepse do të ketë karaktere shumë të ndryshme, do të ketë ngjyra shumë të mëdha dhe jam i bindur që pas 3 apo më shumë muaj, sepse nuk do të zgjatën vetëm 3 muaj, do të jetë 5 muaj si Big Brother, do të thënë 4 muaj të plota dhe fundi i cili do të jetë java e fundit që do të mbaj banorët, do të ketë hyrje interesante, do të ketë hyrje të reja, do të ketë stimulime
për banorët që të tregojnë të vërtetën e tyre, se disa nga banorët nuk do të pranojnë që të tregojnë të vërtetën që e kanë brenda në shpirt, domethënë do të tregojnë të vërtetën e tyre, do të jetë një spektakël që do të na afasionojë të gjithëve. Mos flasim më për ushqimin, për kuzhinën, domethënë e kanë super luks, një investim gjigant është bërë, domethënë do të jetë një spektakël, një reality show që të gjithëve do të na bën që të dashurohemi dhe të lëshojmë shpirt edhe zemër pas këtij Big Brotherit. Me patjetër që për shembull hyrja e zonja Iqbal e Hudutit do të jetë një diçka shumë e çuditshme për publikun shqiptar, si mundet një grua me shami të jetë pjesë e këtij spektakli, të jetë pjesë e këtij formati, të jetë pjesë e këtij reality show, por ajo që në fakt ne do të na bëjë që ta duam më së shumti do të jetë vërtetësia që do përdoret në këtë reality show, sepse ky spektakël këtë vit do të bazohet tek historia. Nëse vitin e kaluar ishte në histori, këtë vit do të bazohet tek historia. Do thëmë presim të ndjekim ditën e nesërme në ora 21 të gjithë Big Brother VIP Kosova 4.